kemi arritur në një kohë që femrat muslimane e kanë për turp të bëjnë gjëra që Hatixha, paqja qoftë mbi të, i theu si rregulla në kuptimin figurativ, i theu këto veprime me shekuj më përpara. Dhe sot këto gjëra quhen turp, përfshihet kultura dhe transmeton si të doj. Sot femrat po shtypen pikërisht nga kjo pjesë kulturore, ndërkohë që Hatixha, paqja qoftë mbi të, i theu gjithë këto gjëra shekuj më parë. Dhe do ta shpjegoj pse. Ajo theu gjëra që 1400 vite më përpara që sot po bëhen tabu, në kuptimin që s'kam se të bëhen tabu për sa kohë nuk është asnjë gjë që shkon në kundërshtim apo ndesh me Islamin. Shpesh kapitulli i saj më i madh i Hatixhës, paqja qoftë mbi të, nisi në moshën 40 vjeçare, kur sot femrave i thuhet 40 vjeç është shumë vonë për ty. I thuhet të mbyllen, të mos bëjnë asnjë gjë sepse është vonë, ndërkohë që Hatixha, kapitulli i saj më kryesor nisi pikërisht në moshën 40 vjeçare. Përpara Islamit, femrat ishin pa të drejta, pa mbrojtje, pa një dinjitet, pa i dhënë dinjitetin e caktuar, pa të shtypura. Këto kanë qenë femrat përpara Islamit. Vajzat që lindnin përpara Islamit groposeshin, varroseshin të gjalla për turp, ishte turp të lindje një vajzë, dhe femrat trajtoheshin si pronë, shiteshin si skllave. Këto ndodhin përpara Islamit. Nuk i dëgjoi zëri, vlerësimi i tyre varri vetëm nga meshkujt, por jo nga Allahu. Ka qenë një botë atëherë që sikur i thuhej femrave të zhdukeshin, të mos ekzistonin. Dhe fatkeqësisht sikur po rikthehemi te kjo pjesë. Dhe pikërisht në mes të asaj bote, Hatixha, paqja qoftë mbi të, qëndroi kryelart, me dinjitet, plot vlerësim për veten, një lloj sikur qiriri që kërkon ta shuash, ta fikësh dhe nuk fiket. Ashtu qëndroi ajo. Ajo trashëgoi pasuri dhe e ktheu atë në një perandori, në kuptimin e rritja dhe mirëqenie. Kishte pasuri, status dhe nuk asgjë nga këto nuk e shuajtën apo nuk e përulën atë si grua. Hatixha ishte e vet 2 herë dhe kishte fëmijë të rritur. Shumë burra meshkuj i erdhën pranë për ta propozuar, por ajo